Masa ndëshkuesit e Bashkimit Evropian, bllokimi institucional dhe mungesa e investimeve kanë qenë faktorët kryesor që kanë përcaktuar zhvillimin ekonomik të Kosovës gjatë vitit 2025, duke e bërë këtë vetë një nga më të vështirët për ekonominë e vendit. Si pasojë e këtyre zhvillimeve, Kosova është përbollur me rritje të dobët ekonomike, fillim të deficitit tregtar, rritje të inflacionit dhe ulje të ndjeshme të besimit të investitorëve vendor dhe të huaj. Situata u rëndua dhe me tej nga mungesa e institucioneve funksionale për një periudhë të gjatë, çka ndikoi në vonesën e vendimarrjes, mosmiratimin e politikave ekonomike dhe bllokimin e projekteve kapitale. Sipas njohësve të ekonomisë, kjo pasiguri institucionale ka ndikuar negativisht në besimin e investitorëve vendor dhe të huaj. Një tjetër problem i theksuar gjatë vitit 2025 ishte deficiti i lartë tregtar. Importet vazhduan të dominojnë tregun, ndërsa eksportet mbetën të ulta. Kosova vazhdoi të importojë më shumë se sa eksporton, duke treguar varësi të madhe nga mallrat e huaja dhe prodhim të dobët vendor. Mungesa mbështetjes për prodhuesin vendor dhe kapaciteti i ulët prodhues mbetën ndër arsyet kryesore të kësaj gjendje. Njohësi i çështjeve ekonomike Besnik Avdia vlerëson se viti 2025 nuk ka qenë vetëm vit i humbur ekonomikisht, por në disa segmente ka shënuar edhe prapakthim. Ndodhet se shpeson që ky vit për dallim nga e kaluara të mbahet mend për zhvillim ekonomik. Ka qenë jo vetëm thjesht një vit i humbur, por madje në disa sfera të jetës kemi bërë edhe hapa mbrapa. Është rrit numri familjeve që kanë nevojë për ndihmë sociale për shkak të politikave të tilla që e kanë rrit këtë themi ekonomitë familjare që anojnë nga varfëria skajshme ose që janë kategori e cënueshme. Pastaj kemi pasur kjo ka ardhur si rezultati konsiderueshëm i inflacionit, rritjes çmimeve në Kosovë, ku në prill të 2025 ka qenë norma rreth 3.5% inflacionit, kurse në nëntor u raportua nga Agjencia e Statistikave që ka arritur mbi 5.3%. Që nëse shohim si një agregat ose si një inflacion vjetor në vendin tonë që te kalon 5%, sidomos mbas që shohim kur dolën bizneset në tregët hapur të energjisë elektrike, e te kalon dukshëm edhe normën e rritjes ekonomike në vendin tonë. Pra komplet rritja ekonomike në raport me inflacionin nuk është as rritje, as stabilitet ekonomik, është recesion, është prapakthim. Që nëse vazhdon edhe këtë vit edhe vitin tjetër, kemi me pat një stagnim ekonomik edhe eventualisht kemi me kalu edhe në recesion. Që nënkupton, bizneset do të kenë të hyra më pak, konsumatorët do të paguajnë më shumë dhe do të konsumojnë më pak, do të kemi rënje të numrit të punëtorëve, rënje të prodhimit, edhe në përgjithësi do të kemi një prapakthim ekonomik. Duke renditur pasojat e vendit, ai thotë se viti që vjen pas karakterizohet nga një paqëndrueshmëri ekonomike. Viti që lan pas karakterizohet nga një themi paqëndrueshmëri ekonomike, ku kostoja sociale, kostoja që njerëzit e paguajnë në përditshmëri, në çdo sferë të jetës së tyre, në çdo hap, në çdo ditë, sa herë marrin frymë, është shumë më e lartë se sa krejt indikator pozitiv që kemi të ekonomisë vendin tonë. Institucionet jo vetëm që nuk ja kanë dalë të bëjnë investime strategjike, për shembull në ngritjen e kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike, që të mos i kemi koston tash sot të paguajnë çmimet me norma dyfish më të larta, mirë po ato dhe kanë shkaktu këtë situatë të krizës duke u marrë më shumë me politika sociale përmes rishpërndarjes së buxhetit të paras publike në skema sociale. Pra efekti përveç që është pothuajse zero, ka qenë edhe një prirje për keq përdorim, që keq menaxhimi nuk është thjesht në mosmedit, por mosmedit në mënyrë të qëllimt, është edhe keq përdorimi i paras publike. Një tjetër problem i theksuar gjatë vitit 2025 ka qenë përkeqësimi i bilancit tregtar. Importet vazhdojnë të dominojnë tregun, ndërsa eksportet mbeten të ulta dhe jo konkurruese. Tek importi dhe eksporti, ekonomia e Kosovës në këto 25 vitet që nga përfundimi i luftës ka pat edhe vazhdon me pas një vazhmëri të konsiderueshme nga importi i produkteve dhe shërbimeve. Kjo është përkeqësuar në 2-3 vitet e fundit,
kryesisht për shkak se inflacioni që ne kemi është inflacion i importuar nga jashtë, kurse ky ka efekt edhe tek pjesa e prodhimit vendor, pra nuk është thjesht një inflacion që po blejmë, po paguajmë më shumë, që po kushton atje më shumë, po i rrit në mënyrë spekulative edhe çmimet e tjera vendore. Kjo e bën që produktet e importume me kushtu më shumë, kurse produktet vendore me qenë më pak konkurruese. Edhe kjo e ka ndryshuar përkeq bilancin tregtar, ku është rrit ka qenë përafërsisht rreth 84-85% në raport me 15-16% importi me eksportin. Sot e kemi rreth 87% e kemi importin në raport me 13% eksportin. Ky përkeqësim prej 2-3 pikë përqindjesh, nëse kthehet në vlerë monetare, ne nënkupton që Kosova është të importu rreth 300 ose 400 milion euro në vit më shumë se sa që po eksporton. Pra nëse përkthejmë në vlerë të numrave, pse? Qytetarët nuk janë të konsumu më shumë. Nëse na po paguajmë kilogramin e mishit të pulës që na vjen nga Brazili, nuk jemi të konsumu mish pule më shumë, jemi të e pagu më shtrejt e jemi të konsumu më pak.